Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtare, me qenë se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, pa dyshim se njëra prej aspekteve më të mira në jetën e besimtarit është pikërisht kryerja e një vepre, siç është Ramazani. Prandaj, në Ramazan, muaji Ramazanit është muaji i benefiteve të mëdha, muaji i mirësive të mëdha, dhe njëra ndër ato synime që duhet kemi ne si besimtare, gjatë gjithë kohës në përgjithësi e gjatë Ramazanit në veçanti, është pikërisht edhe leximi i Kur'anit. Në ajetet e agjerimit, Zoti i Plotfuqishëm në surën El-Bekara ndër të tjera thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. E me tekst të veçantë thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i agjerimit është muaji i zbritjes së Kur'anit, udhërrëfyesit për njerëzit, qartësuesi, ai që dallon të drejtën nga jo drejta. Prandaj, muaji i Ramazanit më të drejtë mundi me thënë që është muaji edhe i Kur'anit familjar, i fjalës së Zotit Plotfuqishëm, muaji që në të ka filluar të zbresë edhe Kur'ani. Prandaj, ne si besimtar dhe besimtare duhet që këtë muaj ta dallojmë pikërisht edhe me leximin e Kur'anit, sepse leximi i Kur'anit është njëra ndër ibadetet që më së shumti na afron me Zotin e Plotfuqishëm. Dhe mes të tjera është çfarë thot Zoti i Plotfuqishëm për leximin e Kur'anit? Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Me të vërtetë ky Kur'an është ai që udhëzon në rrugën që është më së drejta, më së vërteta, më së mira. Prandaj përgëzoj besimtarët të cilët bëjnë vepra të mira, sepse ata do të shpërblehen me shpërblime të mëdha të Zotit Plotfuqishëm. Prandaj ne duhet ta inkurajojmë njëri tjetrin dhe t'ia vëmë vetes një synim, që njëra prej synimeve kryesore gjatë Ramazanit, përpos agjerimit, përpos namazit dhe përpos veprave të tjera të mira, të jetë pikërisht edhe leximi i Kur'anit, leximi i fjalës së Zotit Plotfuqishëm. Prandaj vlera dhe rëndësia e leximit të Kur'anit gjatë Ramazanit është vërtet e madhe. Kur kihet parasysh se veprat e njerit shpërblihen gjatë gjithë kohës në përgjithësi, e në Ramazan në veçanti. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam jo rastisht gjatë gjithë kohës ka lexuar fjalën e Zotit e në Ramazan në veçanti, sepse pejgamberi alayhis salatu vesselam thot: ai që e lexon një shkronjë prej shkronjave të Kur'anit është e barabartë me 10 sevape. Elif lam mim, 3 shkronja barabartë me 30 sevape. Dhe inema yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Zoti i Plotfuqishëm çfarë thot? Durimtarëve, ata që bëjnë angazhime gjatë kohës në përgjithësi në Ramazan në veçanti, ju jepet shpërblim pa hesab. Prandaj inkurajoj veten dhe juve të nderuar besimtare, që njëra prej synimeve kryesore të jetë leximi i Kur'anit, sepse pejgamberi alayhis salatu vesselam për leximin e Kur'anit përmendën në shumë raste për vlerën dhe rëndësinë e tij. E njëra ndër to është kur thot: "Es-siyamu vel Kur'ani yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah." Me të vërtetë, leximi i Kur'anit dhe agjerimi në ditën e Kiametit do të ndërmjetësojnë të Zoti, do të bëhen shefatxhi për ne të Zotit i Plotfuqishëm. Dhe lexuesi i Kur'anit pikërisht do të ketë benefite për këto. Kur agjerimi do thotë: o Zot, filanin dhe filanën e kam privue prej hajës dhe prej pijes, ndërsa Kur'ani do thotë: o Zot, filanin për hir të leximit të Kur'anit ka braktis nejen, ka braktis gjumin, ka braktis të gjitha këto, vetëm për të lexuar fjalën e Zotit, e Zoti po i jep ndërmjetësues. Prandaj ka myshdë më të madhe se sa leximi i Kur'anit. Ose në njërin prej haditheve të tjera, pejgamberi alayhis salatu vesselam na inkurajon edhe më tepër, për cilën thot: ai musliman dhe muslimane i cili apo e cila dëshiron të kontaktoje, të komunikoje me Zotin e vet, le të lexoje Kur'an. Prandaj do ta tërheqim një paralele, si ndihemi ne kur bisedojmë me dikant që kemi një nostalgji të mirë për të. A ka nostalgji më të mirë se sa ne të komunikojmë me Zotin e Plotfuqishëm? Komunikimi më i mirë me Zotin e Plotfuqishëm është pikërisht duke lexuar Kur'an. Prandaj t'ia vëm vetes një synim që gjatë Ramazanit të paktën një hatmë apo dhe dy ta përfundojmë, dhe jo vetëm kaq, duke lexuar Kur'an,
ne vel muta'abbedu bi tilavetihi, me përkufizimin që dietarët islam kanë dhënë për fjalën e Zotit plotfuqishëm, kanë thënë se me lexim të Kuranit bëhet ibadet, me dëgjim të Kuranit bëhet ibadet. Prandaj njëra prej ibadeteve më e rëndësishme është që ne vazhdimisht të lexojmë Kur'an, të lexojmë fjalën e Zotit plotfuqishëm, sepse leximi i Kur'anit, që shtohet pejgamberi alayhis salam, lexuesit të Kur'anit në ditën e Kiametit do t'i thuhet, vazhdo me leximin e Kur'anit, sepse çdo lexim i yti bëhet shkaktar, sebeb dhe motivacion që të ngriten gradat të Zotit plotfuqishëm. Allahu xhaleshanu na bëhet prej atyre që vazhdimisht lexojmë fjalën e Zotit plotfuqishëm, vazhdimisht duke lexuar fjalën e Zotit plotfuqishëm, udhëzohemi sipas udhëzimeve të Kur'anit, lutim Zotin e plotfuqishëm që me leximin dhe me këndimin e Kur'anit, Allahu xhaleshanuhu pikërisht me ndërmjetësimin e Kur'anit na bëjë prej banorëve të xhenetit të gjithë besimtarëve. Veselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.